Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në një tjetër video. Më quhem Dora dhe sot kemi një video të re. Kam marrë një pako dhe thash më njëherë ta hapi kamerën dhe t'ju tregoj, sepse është herë ime e parë në fakt që po bëj këtë eksperiment. Është një pako që më ka ardhur nga një box me ushqime që më ka ardhur nga Hello Fresh. Më ka ardhur nga Hello Fresh, nuk e di nëse keni dëgjuar ose keni parë për Hello Fresh, unë kisha dëgjuar shumë, kisha parë shumë, doja shumë ta provoja, po ha sot ha nesër nuk më ra dhe kësa here vendosa të marr 3 vakte për 2 persona, që i bie 6 racione, 2 nga secili. Po, Hello Fresh është një kompani që që ju sillin ushqimin tek shtëpia, për shembull ushqim po them vaktin më saktë. E zëm sot do gatuni spageti dhe ju sillin makaronat, mishin, vajin, salcën, të gjitha i keni tek një pako që prezantohet kështu. Unë thash spageti, por që ka plot variacione ushqimesh, ka për vegetarian, ka me produkte mishi, me produkte deti, me peshk dhe me gjitha të tjerat. Dhe kur t'ju vi pakoja, këtu në website bëni seleksionin e asaj që dëshironi të hani, ka plot menu të ndryshme, dhe pastaj ju vjen pakoja, siç ju thash, dhe sigurisht brenda pakos është kjo fletushka, ku këtu ju tregon se si përgatitet gjithsecila nga këto që keni marrë. Unë nga që është hënjëra ime e parë, kam seleksionu një menu vegetariane, nuk e kam bërë me vullnet, pa dashje, nuk dija, dhe kur pak që ishin gjitha vegetariane. Kam marrë 3 menu, dhe paka shumë doja të tregoj se çfarë ka brenda, dhe këtu shiko se si ti do ta gatuash ato menun. Kjo është më shumë sepse ti do të fitosh shkollë, jo gjithmonë kemi ide se çfarë të bëjmë për drekë apo për darkë, dhe mbi gjitha nuk hedhim asnjë produkt, gjitha janë këtu, dhe gjithashtu bëhet shumë shpejt, sepse mund të zgjedhësh edhe receta që të bëhen shumë shpejt, receta me të shëndetshme, receta, domethënë në bazë të dietës tuaj dhe asaj çfarë kërkoni, i gjeni tek Hello Fresh. Nuk e dija dhe jam shumë e surprizuar sepse kanë edhe një website, më duket dhe aplikacion dhe që është super, por që po. T'ja tregoj pak 3 pakot që ka këtu tek kjo pakoja. Është pakoja e parë, nuk e mbaj mend se çfarë kam zgjedhur, por shikoni, keni brokolin, keni kastravecin, erëzat, shikoni këtu chickpeas, edhe salcat i keni këtu. Gjitha. Pjesa tjetër është e njëjta, do të thënë, edhe këtu po ashtu ka perimet. Shikoni pak, ka edhe djathin si thuas, goat, deles, që do i fus në frigorifer gjitha këto, me njëherë, edhe këtu është menuja tjetër, si shumë të shikoni, kemi edhe patatët që kanë këtu për racion për 2 veta, edhe kamomber djathi. E gjitha kjo është 3 racione, do thënë 3 vakte për 2 veta. Sigurisht që nëse jeni familje më e madhe dhe jeni më shumë veta, mund përsisni për më shumë porciona, por ne jemi 2 dhe kështu me vendos tani në për vënde në frigorifer. Në për frigorifer edhe po, më duket se më kanë dhënë një kod kësaj here, kështu që do ja lë këtu poshtë informacionet, nuk jam e sigurt, dhe do ju them nëse më pëlqen apo jo. Gjithashtu, nëse jeni konsumator të Hello Fresh, mund përfitoni me kodin që ju bie pak më lirë, dhe pse jo t'jap një shans gjithë kësaj. Kështu, por juve që merrni vesh nga futbolli, sot është një ndeshje shumë e rëndësishme mes Arsenalit dhe ekipi Real Madridit, dhe shikoni pak çfarë ka veshur ai. Që i ka vesh babi vetë më saktë, ka shkurtën e Arsenalit. Mama. Neto, si ke mama?
shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Shikoni pak vendosat të shallin që e kam bler nga Koala. Nuk është hera parë që e vendos, por që është super sepse ojme si pëlqen shumë këtu. E se gjumi, më shumë se në karrocë, më shumë se çdo gjë pëlqen tri këtu. Dhe me qenë se po dalim, e vendosa dhe po e marrim me vete. Ne shkojmë në dyqan, t'i blejmë disa dhurata Emës, marrim edhe ca letrat lakta se na janë mbaru. Edhe do i marrim edhe juve me vete. Ky është me vërtet super dhe ja super sugjeroj. Mund t'i mbyllni edhe këmbët këtu poshtë, ose kur e ze gjumi mund të tërhiqni dhe t'ja mbuloni kokën. Kjo është e zgjuar për momentin, por që po. The color of your eyes, the way you smile when you laugh, your younger brother's favorite food, the way you watch the evening news, the freckles on your skin, the way you start your stories from. Ska as 5 minuta që erdhëm në shtëpi dhe shikoni prapë po fleu Ema, ka 1 orë gjysmë që ku kemi dalë. Edhe kur ja tregova këtë në fakt, nuk ja tregova mirë sepse ishte nga ana tjetër dhe I kisha vesh mbrapsht. Kështu që kjo do të jetë kështu në fakt. Flen. Edhe pak do e mbaj deri nga ora është 6:30 deri në 7:10, 7:01 qerek do e mbaj. Edhe pastaj do I bëj banjën. Kam filluar të bëj një rutinë Hemës, po funksionon këto 3-4 ditë, por që me duhet të jem e sigurt që të funksionojë super për një javë, edhe do e ndaj edhe me juve. Kështu që, por që deri tani Hema ka orare shumë të mira natën, nuk zgjohet vetëm 2 herë, por që jam akoma në test të sipër dhe nëse ja dal, do ja tregoj edhe juve. Në fakt, muajin e parë nuk I kam bërë asnjë rutinë, I jepja për të pirë kudo që ajo donte, kudo që ajo çante, vendosja energji, domethënë gjiri nuk është vetëm ndoshta nuk kishte uri, atëherë sa e vendosja unë në gjip, për shembull çdo 20 minuta, çdo 40 minuta, por që ndoshta kishte nevojë që të rinte afër meje, që ndjente aromën time, edhe nëse doni të jepni bebit, dhe nëse doni të ushqeni bebin me gjinjë, ndo këshillat e mia është vendoseni sa më shpesh bebin në gjik kur është bebe, domethënë sa për ka lindur, se 1 bebi stimulon gjirin, 2 bebi ka nevojë për ngrohtësinë dhe aromën e nanës, 3 gjiri është ilaç, kështu që e di që është shumë e lodhshme, sidomos fillimi është shumë I lodhshëm, dhe sidomos nëse keni bërë një lindje cezariane, ku keni dhimbje dhe mezi ngriheni vetë, unë të paktën e kam munduar të vendos bebin çdo 20-30 minuta, kurdo që çante, por që sidomos ditët e para më thoshin veje në spital çdo 20 minuta në mënyrë që ta mësohet edhe të thithi. Është e lodhshme, don shumë durim, shumë durim, edhe do ja dilni kështu, ndryshe nuk ka ndonjë solucion magjik. Rutinë e re që po I bëj që do ndaj me juve kur jem e sigurt që funksionon, I jap për të pirë çdo 2 orë ditën, ndërsa natën e lë që të flej 5-6 orë rresht. Domethënë ka rastisur që Hema ka flet 6 orë dhe kështu 2-3 ditë rresht, domethënë që është si tip rutine. Rutina fillon që në orën 7:30 me dushin, vendos për të fjetur, vendos thesin, vendos gjitha me radhë edhe që të dhoma. Edhe që po flasim për thesin, për këtë shkuam neve te dyqani, doja të merrja një thes gjumi më të madh se ky që ka. Çfarë mamush? Zi më vogël. Edhe doja të merrja një thes më të madh se ky që ka që është zeri deri në 3 muaj, sepse ndiej sikur është pak e ngushtë aty brenda. Edhe pse është akoma okay, po thash ta marr për më vonë. Edhe në fakt nuk e kishte atë që është për 3 deri në 6 muajsh te dyqani që shkuam, kështu që e lam për një herë tjetër. Kjo është thesi që përdor për Hemën nga kjo firma. Është në vërtet super, I pëlqen shumë asaj, krati ka këtu, edhe është një tokë, nuk është shumë I ngrohtë, shumë I nxehtë, më falni. Thot 3.5 deri në 6 kg, por që fillon edhe ngushtohet normal, sidomos kur bebi rritet. Dhe kam 2 nga këto, është një togë I vesh Hemës këtë natën, një palë pijame, një body me kraq kurta dhe një palë pijame sipër dhe pastaj këtë. Dhe
kaq. Dhe nuk gjeta shumë të madh. Mora pastaj 3 letra të lagura nga këto. Shumë e bëj me pambuk edhe me atë solucionin, por që natën të them drejtën jam me lodhur dhe përdor më shumë letrat e lagura. Nata është e vështirë. Por mora gjithashtu dhe këtë. Unë akoma nuk ja kam prerë thonjt Ohemës dhe të hapim bashkë. Nuk doja një set që janë tepër të egzageruar ndoshta për mendimin tim dhe jo për disa mama të tjera, gjithmonë mendimi im. Dhe këtu ka vetëm gëshër, lim dhe prepse thonjësh. Edhe ishte 19 euro. Tu minus 10%, por që ta shohim bashkë. Sa e vogël që këni pak? Sa cute, që këni pak sa të vogla. Gëshërët, lima e vogël, dhe presja e thonjve, që nga shumë miniskyle. Shikojni pak sa e vogël që është. Super. Do ja bëj me shumë mundësi sot Ohemës thonjt, se akoma nuk ja kam prerë të them drejtën dhe janë bërë gjatë dhe e gërvisht shumë vetën plus mungrëvisht. Një tjetër gjë që kam blerë për Ohemën është kjo. Kam blerë në Amazon dhe ja të tregoja sepse i pëlqen shumë. Edhe me vërtet është super sepse simulon shikimin e bebit dhe janë kështu karta të ndryshme me plot gjëra të ndryshme, me plot imazhe të ndryshme të cilat janë bardhëzi, edhe ja vendos kështu 30 cm larg, edhe i shikon, edhe i ndroj çdo herë, dhe me vërtet është shumë e vëmendshme, dhe bëj edhe kështu që e shofa e ndjek kartën edhe po. Dhe kjo ka kushtuar 9 euro apo 7 euro, diçka e tillë. Unë po shoj kafen time të pasdites, sepse nga ora 5-6 kështu më kap lodhja, edhe do filloj të punoj pak në kompjuter. Përshëndetje nga dita tjetër, po filmoj me telefon. Që them drejtën se kisha marrë kamerën, kisha harru. E problemi është se me telefon shikon gjitha detajet e fytyrës, kështu që mund të shikoni këtu një fytyrë me një stop këtu, me radhë të zi. Por kjo është realiteti dhe kemi dalë për një ecje mbasdite, morëm një kafe, edhe po shijojmë këtu tek parku. Kam thënë që duhet t'ju flas një moment për rutinën e re që kemi bërë për Ohemën, por që po ja dalim shumë mirë, mashallah. Do presim dhe ca ditë që në mënyrë që t'ju tregoj se si qysh tek. Shpresoj që dhe juve po kaloni bukur dhe uroj që dhe atje ku jeni po bën një kohë shumë më mirë. Sot kemi babigerin shumë të lodhur. I thash hajde do të pim kafe sepse ishte me të vërtetë shumë i lodhur. Por një ditë unë, një ditë ai, kështu me radhë kemi lodhjet. Apo doja t'ju thoja që Ohema e ka segjolinën sikur ta vendosësh në ferra, apo ta vendosësh në segjolino. Te karroca të ka ajo pjesa që është kështu si krevat, okej, rri. Por te segjolinoja tash hajde ta provojmë sot, por që jo dhe përfundoj këtu te krahët e mamit, shqyr me këtë gjën këtu, shallin dhe babi po shtyn karrocën kështu bosh. Siç mund ta shikoni, bosh, e morëm kot. Përshëndetje nga një ditë tjetër, jam bërë gati, bëra pak make-up, ndërtoa pak flokët, edhe pse nuk është se vura shumë fondatin e tjerë. Dhe vesha këtë kostumin e bardhë që kam nga Shein. Është nga Shein dhe kush më ndjek e di që e kam që nga vjet, që nga për vjet, por se s'kam bërë YouTube. Beben e kemi veshur me një kostum shumë bukur, kam vendosur një kapuç, shikoni pak sa i bukur është. Është kapele në fakt që lidhet këtu poshtë. Edhe me që është diell dhe ngrohtë sot, ja vendosa, edhe kam veshur shallin, sepse po qante dhe thash ta vjen në gjumë kështu, të bëhem gati, ndërkohë që kjo flek këtu 10 minuta gati, pa gënjeshtër. Kemi filluar pak nga pak të marrim dorën gjithë shkaje, edhe unë kam më shumë kohë, mundon të kujdesem pak më shumë për veten,
edhe pse as sa mundsi kemi. Mua mu fik bateria e kamerës, si një mami që jam dhe nuk mund t'i bëj gjitha në të njëjtën kohë. Thoja që ne do dalim, jemi munduar të veshemi bukur edhe do shkojmë të takojmë një shoqën e mamit që do të na shikojë edhe neve, po edhe mamin. Edhe do përfitojmë nga koha e bukur që është jashtë. Ndërkohë kam marrë edhe këtë biberonin e Twist Shake, sepse e kam provuar dhe ka rezultuar një ndër të cilët e merr më mirë. Nuk po them e merr perfeksion, por e merr më mirë. Është ky Twist Shake. E mora me vete. Përshëndetje nga dita tjetër. Erdha. Po thoja, është dita tjetër, sa po bëra një dush, është ditë e diel, do të thotë nëse del video sot është ditë e diel, dhe është ditë shiu, tamam ditë pushimi, ditë në shtëpi. Ohema bën ca zhurma, por që ka ngrënë kapirë dhe po flen. Dhe i heri hapë kështu sytë. Shumë e çuditshme se si ndryshon koha nga dje që ishte komplet diell dhe 23 gradë, sot është shi dhe ftoft. Por unë nuk finova shumë kur dola me shoqën time, sepse unë të paktën e kam pak stres daljen, të them drejtën, sepse ndonjëherë ohema çante s'di ç'a t'i bëj dhe duhet patjetër ushqe me gjip, nuk e mora biberonin dje. Por kur erdha në shtëpi provova përsëri atë të Filip Saventi, thash o doja ja po s'ka edhe e piu, domethënë kur erdha në shtëpi, ndërsa jashtë kur ishte me nerva, nuk e piu, nuk e di. Por që kalova shumë bukur me shoqen time, erdha në shtëpi dhe gatova, pastrova, rregullova, sistemova, jetë mami, domethënë. Por desha të tregoj dhuratën që më dha shoqja për Ohemën. Dhe më duket se kjo video ka dalë pak si rrëmuj, kështu që do më falni, por që ju premtoj që avash do ja marr dorën. Në fakt, meqense Ohema është e vogël, janë ca gjëra që nuk mund t'i parashikoj, sikur më përpara, kisha ditën para, organizoja ditën, por me një bebe nuk mundesh asnjëherë të parashikosh tamam ashtu siç don ti. Kështu që besoj më kuptoni. Por mezi po pres, javën tjetër jam 6 javë postpartum dhe mezi po pres që të filloj seanset e fizioterapisë, të filloj me yoga postnatal, me pilatet, që t'jem pak më aktive dhe për juve që nuk jeni mama, shikoni pak edhe një content tjetër, sepse e di që nuk kam vetëm mama këtu, edhe pse mamat janë shumica, por e di që kam edhe vajza që si janë mama që preferojnë edhe content tjetër dhe e di që tani për momentin contenti është më shumë mam, qoftë edhe në Instagram, qoftë edhe këtu, patjetër tani unë jam mami dhe nuk ndryshoj status, fatmirësisht jam mami, faleminderit Zotit, por që jam mbi gjitha edhe një grua, një femër, një Dora para se t'isha mami dhe kam shumë dëshirë të ndjek edhe ëndrat dhe pasionet sikur më përpara, sepse t'ju them drejtën më bën mirë edhe mua dhe mos harroni që një mami e lumtur dhe e përmbushur arrit një bebe të lumtur dhe të përmbushur. Kështu që e mbyllim këtë dhe t'ju tregoj se çfarë më dhuroi Arta. T'i fus me një herë t'i laj, meqense po vete një makinë me rroba për Ohemën, tash t'ju tregoj. Okej, më ka sjell këto badit që janë 3 copa, janë promotion 6 deri 9 muajsh. Dhe badit nuk janë kur mjaftueshëm, kështu që nëse doni t'i bëni ndonjë dhuratë dikujt, badi janë shumë të rëndësishme. Janë 3 copa shumë cute, 6 deri 9 muajsh, por duke parë se si po rritet Ohema dhe trupin e Ohemës, besoj se këto do i vesh shumë shpejt tani 4 muajshe ose 4-5 muajshe. Shikoni pak sa cute është kjo. Me molla, me molla të ndryshme. Kam këtë këtu. Kjo këtu, shumë cute. Edhe kjo, edhe më cute. I shkon shumë ngjyrat Ohemës, kam vënë re që unë në fakt i kam blerë gjëra vetëm beige, sepse kështu preferoja unë, por kam vënë re që i shkojnë shumë ngjyrat, verdha i shkon, roza, i shkon jeshilja, kjo jeshilje që ja tregova e ullirit, i shkojnë me vërtet shumë. Kam marrë dhe këto badit e tjera me kratë të shkurtra, që janë pak më të vogla, këto janë sa muajsh? Jo, edhe këto 6 deri 9 muajsh i kam marrë. Dhe, ngjyra të ndryshme, këto janë për poshtë rrobave, tani që vjen edhe koha e ngrohtë, shpresojmë, bebet djersiten shpesh edhe na duhen badi, për t'i ndru shumë shpesh. Është kjo këtu,
Kjo tjetra. Dhe kjo ngjyra cute kështu. Por gjë më e bukur është nga kjo firma që ka marrë një fustan shumë të bukur. Kjo firma pak kushton pak. Këtu ka një fustan shumë të bukur që doja t'tregoj tani. Shikoni pak sa i bukur që është, sa i bukur, o zoti i madh. Shikoni pak sa cute, është në, edhe kjo është për masën 6 muajshe, por thash, nga 4 muaj o hema e vesh sepse është goxha e madhe dhe shumë i bukur. Shikoni pak këto jakat këtu sa të bukura. Të vdes, shumë e bukur. Dhe falenderoj edhe një herë Artën për dhuratat, ka edhe këto kapset që vinë bashkë me fustanin. Kështu, shumë faleminderit edhe një herë Arta. Nëse shef këtë video, faleminderit shumë. Do i laj edhe këtu do e mbyll videon. Uroj t'jeni të gjithë mirë dhe po kaloni një ditë sa më të bukur. Bashkë ne do shihemi në videon tjetër. Pashim!